Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkuli mbështetja në Allahun xhalleshanuhu. Muslimani ka mbështetje të plotë në Allahun xhalleshanuhu, kur nga ana e vet ka bërë gjithçka që mund të bëjë. Tevekkuli nuk është fatalizëm, siç dëshirojnë disa të veshin Islamit dhe muslimanëve. Ky është realiteti i vërtetë, pas të cilit qëndron besimi i vërtetë, përvatja, përpjekja e tjera. Edukues është shembulli i një arabi i cili erdhi ta pyeste diçka pejgamberin alayhis salam sipas luhurit që kishte në tesha. Pejgamberi alayhis salam konstatoi se ai ishte i huaj dhe e pyeti se ku kishte deven. Kur ky i tha se deven e kishte lënë në mbështetjen e Allahut xhalleshanuhu, Muhamedi alayhis salam i tha: "Qayyid wa tawakkal." Lidhe pastaj mbështetju pra Allahut xhalleshanuhu. Në Kur'an ka shumë ajete që flasin për tevekkulin, kështu për shembull thuhet: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir." Pra, kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton pra atij. Pastaj në surën Maide ajeti 23, dhe vetëm Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar të sinqert. E kur të vendosësh atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që i mbështeten pra atij. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Surja Al Imran ajeti 159. Pra, kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjafton atij, mirë po tevekkuli duhet të jetë me bindje të plotë dhe me veprim të plotë. Pra, ti do të bësh punën që i thirrur, por padyshim do ta kesh mbështetjen 100% tek Allahu, që puna jote pra do të arrijë sukses. Pra, në qoftë se ju e bëni një punë, pra e realizoni një projekt të saktuar dhe i keni pjekur të gjitha kushtet pra që ai projekt të realizohet, atëherë ju e keni edhe mbështetjen e Allahut, atëherë me lejen e Zotit ai projekt do arrihet të realizohet me sukses. Pra, tevekkuli, mbështetja fuqishme tek Allahu dhe përpjekja, pra mundimi, orvatja për të arritur atë sukses do realizohet pra me lejen e Zotit të Madhërisht.